Sa po është mbyllur ndeshja, Vllaznia Bylis, ekipi i Ballsqut fiton me rezultatin 0-2. Një analizë të përgjithshme për këtë ndeshje me veteranin e nderuar të futbollit shkodran Ahmet Meta. Profesor, 0-2 Vllaznia Bylis. Për ne është një rezultat i papritur. Ne erdhëm me pa ndeshjen se për me pa një fitore të Vllaznisë për me kombat kthesjen e dy humjeve më përpashme. Por sot dolme të mërzitur edhe zhgënjym nga loja e ekipit Vllaznisë. Tona eufori ose ajo shpirt në fillim që u treguame se sa me do arrim rezultat pastër, pra filloi loja me një lojë të mirë, me raste pat, me raste shënimit, por avën erdhën gradualisht duke zbeh. Dhe jena shumë të zhgënjur, të mërzitur, me thënë të drejtën për këtë lojë që ka bërë Vllaznia sot. Vllaznia sot ka bërë një lojë lexueshme nga ana e kundërshtarit. Pra çdo top merr kërsa çu bala merra me kokë, kërkush nuk e kërkote ose nuk delte, edhe ato me qetësi na xunën edhe në befasi në kundërshtimet e tyre dhe na banin. Profesor Meta, humja tretë radhasi për ekipin Kuçi-Blu, pas asaj të parës në stadium me Dinamon për kupë, humën në Elbasan dhe tashmë me Bylisin. Edhe 2 javë kanë mbetur, edhe 2 finale. Të mërkurën e ardhshme të shtunën në Tiranë, përballë Tiranës, dhe të mërkurën e ardhshme në këtë stadium vjen Flamurtari i Vlorës. 2 skuadra që edhe ato janë në rrezikun maksimal të mbijetesës. Mendoj që këta 2 ndeshje të fundit Vllaznia nuk ka që të arrijnë më tepër, por mundet të arrijnë pak të një formë të mirë ose me hekta të këqijat që ka lunden, edhe inshallah kthehen në rrugë të marrë. Inshallah shansin e dancë edhe si lojë, edhe unë prandaj edhe shansin në futboll. Kështu që na sot nuk dhome absolutisht asnjë të mirë. Bylisi erdhi duke rrit lojën, duke u qartësu, duke dalën topat që më të në ndolën, edhe ma tepër ishin favor të loja Bylisi se sa të loja jonë. Një loj e përqendruar ma tepër në topat nartë, të cilat ata kishin marrë dhe ta detyrat e veta për lojën që do bëshim. Vllaznia në fakt e ka siguruar pjesëmarrjen në fazën finale, por këto humje mendoni se mund të japin një impuls që pozitiv në aspekt psikologjik? Kjo nikon tek ekipi për mua, do të nikojnë nga ana psikologjike, se duke ditë se Vllaznia ka siguru daljen në play-off, por thamë që do ta ketë vështirë edhe në play-off do ta ketë shumë të vështirë për dalë aty ku Vllaznia pretendon me dalë. Profesor Meta, faleminderit. Të nderuar shikues, ishim me një ish kampion të Vllaznisë të viteve 70, ish portierin e mirënjohur Kuçi-Blu, Ahmet Meta, i cili ka luajtur edhe për ekipin Lezhën Beslidhja. Profesor, faleminderit. Shumë faleminderit. Uroj Beslidhjes, uroj suksese, ma të ishim në kategorinë e parë. Kam kalu një jetë shumë bukur në Beslidhje. Karrierë të pashur me Beslidhje. Edhe uroj që ajo të njëjtën sa më urime për Beslidhjen.